Zotiroj, të zbresim në Ballkan, konkretisht në Ballkanin Perëndimor, teksa Kosova shkon drejt zgjedhjeve të përgjithshme të parakohshme parlamentare në muajin qershor. Ju si e shikoni, këto zgjedhje do të jenë një zgjidhje për situatën në Kosovë apo do ta thellojnë edhe më shumë krizën politike? Siç e dini tani më, unë çështjen e problemeve në Kosovë nuk e shoh të ndarë nga çështja kombëtare shqiptare në Evropën juglindore apo Ballkan, quheni si doni. Pra, unë e shoh në një aspekt më të gjerë. Nga ky pikë vështrim, jemi në një udhkryq shumë të rrezikshëm për Kosovën, jemi në udhkryq shumë të rrezikshëm për shqiptarët. Në Kosovë fatkeqësisht po dalin në pah ato ndasi që ne I kemi evidentuar bashkë me kolegët dhe me shokët e mi prej shumë vitesh. Ka ndasi midis qytetit dhe fshatit, ka ndasi midis shtresave ishtetiste të kthyer në nacionalistë flak tani brenda natës, por që nuk e kanë nacionalizmin e thelluar, e kanë thjesht për show, për cirk, dhe atyre që janë realisht kombëtaristë. Kemi ndasi midis qytetit, siç thash, midis qytetit dhe fshatit, kemi ndasi midis zonave të ndryshme, kemi dhe ndasi të cilat janë kultivuar me shumë kujdes nga shërbimet serbe gjatë gjithë këtyre kohëve, sepse shërbimet serbe janë jashtëzakonisht shumë aktive në Kosovë. Këto kanë shërbyer për një thellim të ndarjeve të ndasive politike dhe fatkeqësisht them që kësaj kanë shërbyer edhe vetë partitë politike në Kosovë, duke u bërë përçues të këtyre agjendave. Pikëpari vetëvendosja e Albin Kurtit e ka marrë këtë agjendë dhe nuk e ka lënë te dera e fushatave elektorale, po vazhdon të fryj njerëzit me parrullat të tipit Lushtak Serbia apo gjë e tillë, duke I lidhur ish luftëtarët e UÇK-s me Serbinë. Unë nuk jam njëri që besoj se çdo kush që ka luftuar është I pastër qelibar apo nuk ka asnjë lloj faji. Kushdo që bën faj brenda një shteti normal, serioz, duhet të përgjigjet ligjeve të shtetit Kosovës, por shprehje të tilla që I lidhin komandantët e UÇK-s me Serbinë janë të shtyra nga agjenda antishqiptare dhe nuk duhet të ishin pjesë e propagandës së vetëvendosjes, fatkeqësisht janë. Nga ana tjetër, edhe krahu I luftës, partitë e krahut të luftës kanë bërë të njëjtën gjë. Janë përpjekur të marrin rrugën më të shkurtër, duke I njësuar shumë antarë të partive kundërshtare, përfshi dhe vetëvendosjen, duke I thënë janë agent të Serbisë, duke bërë Kurtin agent të Serbisë dhe të tjerë. Këto janë kalamanllëqe, çilimillëqe të cilat nuk duhet të kishin qenë pjesë e diskursit politik në këto kushte rreziku. Pse jemi në rrezik? Jemi në rrezik pikërisht për mënyrën se si funksionon sistemi ndërkombëtar dhe atë që tham pak më parë për shtetet tjera të cilat na interesojnë deri diku. Në sistemin ndërkombëtar funksionon vetëm fuqia. Fjalët, llafet e bukura, integrimet, të drejtat nuk t'i jep kush, fitohen vetëm duke pasur fuqi për t'i mbështetur ato, vetëm duke luftuar me armë nëse duhet dhe vetëm duke qenë të bashkuar kundër agjendave të armiqve tanë. Fatkeqësisht politika në Kosovë nuk është e bashkuar, ka një përçarje të thellë, vetëvendosja është partia më e madhe në vend, ka besimin e popullit dhe unë besoj që Albin Kurti do të fitojë prapë zgjedhjet. Ndaj dhe mendoj që këto zgjedhje nuk do të jenë zgjidhje. Do të jenë thjesht një thellim, një agjende, po luftohet me të gjitha kushtet, po rrihen njerëzit në mes të qyteteve. Pse? Sepse ajo që është në objektiv është jashtëzakonisht është jetike, është mbijetesa e këtyre grupimeve brenda shtetit të Kosovës dhe kjo mund të çojë në përplasje shumë më të thella të cilat unë nuk ja uroj askujt. Pra, ajo që duhet në Kosovë është ajo që duhet të ishte në Shqipëri, që nuk ekziston. Duhet të kishte një ndjeshmëri shumë të madhe ndaj politikave të jashtme të gjithë aleatëve tanë, duhet të kishte një ndjeshmëri shumë të madhe ndaj asaj që po ndodh nëpër botë, dhe duhet të kishte një qeveri të shpëtimit kombëtar ose të bashkimit kombëtar, ta quajmë si duan. Le të gjejnë një formulë politike që t'i pëlqejë Evropës, por të jenë të gjitha partitë bashkë,
të mos ketë afat deri në përfundimin e statusit përfundimtar ose hyrjen e Kosovës në ose në BE më me gjas në NATO, që të krijohet një kornizë garancie. Kjo qeveri të merret me armatosjen e Kosovës, me përforcimin e ushtrisë, me rikthimin e burimeve financiare që ikin për ditë, dhe pse jo t'i kundërvihet agjendave antishqiptare të Parisit të Tiranës. Kjo është detyra që ka Prishtina sot. Fatkeqësisht nuk shoh që kjo do të ndodhë, madje shoh një përkeqësim të gjendjes dhe një thellim të atyre dukurive konfliktuale brenda për brenda, që do të ishin jashtëzakonisht shumë të dëmshme. Si mendoni, pse Albin Kurti nuk arriti dot ta zgjidh çështjen e zgjedhjes së presidentit të vendit, por situata shkoi deri në këtë pikë sa që vendi shkon drejt zgjedhjeve të parakohshme të përgjithshme parlamentare. Ai shërben vet Albin Kurtit kjo situatë, kjo lloj krize politike, ku vendi hyn në cikle të tilla mbajtjesh të zgjedhjeve, apo Kurti është gjendur, po themi, i pamundur për t'i dhënë zgjidhje kësaj situate? Asgjë në politik nuk është e pamundur. Çdo gjë në politik varet nga vullneti i palëve. Albin Kurti nuk e ka treguar vullnetin për të vënë veten në shërbim të më të mirës për kombin, për të sakrifikuar veten në shërbim të më të mirës për kombin. Ky është fakt. Pse e ka bërë, si e ka bërë, nga është nisur, cilat janë interesat e tij, disa janë të qarta, është duket se i pëlqen pushteti i zotit Kurti, gjë që është deri diku normale. Shumë kujt i pëlqen pushteti, shumë kujt i pëlqen që të jetë në krye dhe të zbatojë idetë e veta, dhe kjo është nuk ka gjë të keqe në princip, në thelb, por zoti Kurti është gjendur disa herë përpara situatave ku i është dashur që të bëjë më të mirën për Kosovën, duke pranuar edhe dobësi të kundërshtarëve të vet, duke pranuar edhe gjëra jo të këndshme, të pakëndshme nga kundërshtarët e vet, nuk e ka bërë kurrë, i ka thelluar ndasit, është sjellë si revanshist, është sjellë si një diktatorut si vogël, dhe mendon se duke marrë 50%, kjo është një dorë që i kanë dhënë populli i Kosovës për të vendosur ai për të bërë gjithçka siç e don ai. Unë mendoj që kjo është e gabuar. Unë shpresoj shumë, uroj shumë që populli i Kosovës t'ia tregojë rrugën e duhur, t'ia uli pak atë që quhet hunda në politikë, mos jetë më aq afër 50% që sa i duket se është, dhe shpresoj që njerëz, se në vetvendosje ka shumë njerëz që janë vërtet kombëtaristë. Jo i gjithë vetvendosja janë ishtetistët e qyteteve që kanë qenë në propozita dhe të cilëve ju kujtohen pushimet në Greqi dhe rrogat e mira të Titos. Ka shumë njerëz që janë realisht, ka një pjesë e madhe, sidomos militant nga ata që shajnë portaleve, një pjesë janë të paguar, po ka njerëz që janë genuin, që mendojnë se genuin Albin Kurti është ai që do të shpëtojë Kosovën, që do të jetë i pari i kombit shqiptar e tjera. Këta njerëz kanë nevojë për një udhëheqje kombëtare. Këta njerëz kanë nevojë për një udhëheqje të një shtetari me vizion. Këta njerëz kanë nevojë për një udhëheqës që nuk e sheh kultin e vet si të domosdoshëm. Deri tani Albin Kurti nuk i ka provuar këtë. Zoti Roy, Albin Kurti deklaroi në Këshillin e Përgjithshëm të Vetvendosjes se atë po përpiqen ta eliminojnë nga politika dhe se opozita nuk e shet dot me sy. Në këtë rast, a ka një eksponent politik në Kosovë apo i forcë politike e cila mund ta rrëzojë një herë mirë Albin Kurtin? Shikoni, nuk është puna që të fillojmë dhe të rrëzojmë njërin apo tjetrin. Sigurisht që ka armiq në politikë, dhe zoti Kurti nuk mund të luajë viktimën, sepse edhe ai nuk ka bërë gjën e duhur. E kemi thënë disa herë këtu, do ta përsëris prapë. Cilat do qofshin gjunahet politike apo dhe më tej të ish presidentit Thaçi apo të komandantëve të tjerë të UÇK-s që janë në Hag sot e 5 vjet e gjysmë në një proces skandaloz, në një proces antikombëtar, në një proces pro-serb që i merr të dhënat nga UDB-ja jugoslave. Zoti Kurti ka folur me zë të ulët, me zë të mefshët, me zë të mekur kundër kësaj, ishte kundër
kur ishte në opozit, sepse donte të fitonte pikë si kombëtarist, tani nuk është më kundër, tani nuk kërkon më, tani nuk e kushtëzon të qenurit të tij politik me rikthimin e komandantëve të UÇK-s, me pastrimin, se nuk ka nevojë për pastrim. UÇK-ja është përpjekja më e pastër e popullit shqiptar në fund shekullin e 20. Është një gjë që ne jemi gjithë krenar që shqiptarët kanë arritur ta prodhojnë. Kurti duhet ishte përçuesi i kësaj fryme, nuk është. Kurti është përçuesi i frymës që thot Sami Lushtaku është Serbia. Ky është gjunahu i Kurtit në politik, pra nuk mund të sillet si viktim. Ka meritën që ka fituar votën e popullit, se atë që i voton populli duhen respektuar, por nga ana tjetër ka meritën, ka fajin që ka bërë të kundërtën e asaj që duhet bënte. Pra nuk është viktim Albin Kurti i asaj që duan ta eliminojnë nga politika. Albin Kurti ka eliminuar kundërshtarët e vet në të njëjtën mënyrë, le të ulet, le të dëgjoj pjesën më të mirë të partisë vet, që ka një pjesë të mirë në partinë e vet, ka njerëz të mrekullueshëm, cilët nuk i kanë postat e duhura, apo ndoshta duhet i kishin. Nëse do ta zgjidh krizën, le të gjejë një personazh që i bashkon të gjithë. Ja propozoj unë njërin që të bëhet presidenti i Kosovës, që meriton më shumë se sa të gjithë, që është Nasir Rama, profesor në NYU, ka luftuar, ka qenë zëdhënës i UÇK-s në Amerikë, ka qenë përfaqësues politik në Rambuje i UÇK-s, e njohin të gjitha palët, e ka ndihmuar zotin Kurtin kur ishte atëherë këtu, e pa cjell bëj një takim në NYU, që nuk është gjë e pakët, pra ka besimin e të gjithëve, është njëri që kur ka pasur mundësi, ka lënë gjithçka dhe ka punuar për kombin, le ta bëjë atë president. Është edhe heroi i Kosovës ndërkohë, me certifikat që nxirren sot në Prishtinë. Po, le ta bëjë atë president. Do t'i bashkonte të gjithë, do t'i gjente rrugën e dur, ishte i pranuar nga shumë kush. Nëse nuk e don Shënasion, le të marrë dikë tjetër që ka njerëz të tjerë që janë konsensual, që do të gjenin një pikë përbashkimi. Dhe ama do t'i duhet që të ndante pushtet, dhe këtë ai nuk do. Po t'ishte për këtë punë, e kishte njëri që është shumë i afërt me rrethet e veta, që ishte presidenti Osmani, dalin nga të njëjtat shtresa të dy, si ky dhe si Albini edhe zonja Osmani, por nuk e desh sepse i rrezikonte pushtetin. Pra, pushteti për Albin Kurtin është gjithçka. Ky është problemi i tij.